Let's Talk in English, kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi sërish në studio për të vazhduar një bisedë shumë të veçantë në këto momente me të ftuarën e ditës së sotme. Unë e prezantova shkurtimisht edhe në hyrje të programit. Në këto momente është bashkuar me mua për të zhvilluar një bisedë shumë të veçantë Eleni Çule, e cila është asistente programi pranë-qytetës së fëmijëve. Eleni, kënaqësi të jemi sërish së bashku sot. Faleminderit Kela, edhe për mua është kënaqësi e veçantë që të jem gjithmonë pjesë e programit tuaj. Më vjen mirë që ti rikthehesh gjithmonë në programin Muzik Plus për të prezantuar gjëra të bukura, aktivitete të cilat ju përcjellin kënaqësi ju të cilët jeni pjesë të stafit të qytetës, por shumë më tepër fëmijëve që frekuentojnë qytetën, prindërve, gjyshurve dhe çdo person që ka mundësi për që në pjesë aktiviteteve që ju zhvilloni. Dita e dieshme ka qenë një ditë e ngarkuar, por jam e sigurt shumë e bukur. Dhe sot do të flasim gjatë për një qershorin, për gjithçka që ju keni ofruar për fëmijët që kanë marrë pjesë në aktivitetet tuaja. Më trego pak se si ishte ky një qershor për qytetën e fëmijëve, si rodhën ngjarje, dita, aktivitete dhe gjithçka tjetër. Në fakt festa e një qershorit u prit me shumë entuziazëm dje, si nga fëmijët ashtu edhe nga prindrit. Ishte një ditë plot energji, plot ngjyra, plot buzëqeshje fëmijësh. Atmosfera ishte e mrekullueshme, ishte një kombinim I lojrave, muzikës edhe ngjyrave që I bëri fëmijët të ishin shumë të lumtur edhe të kalonin shumë bukur festën e tyre në qytet. Si ishte për ju si staf dita e djeshme? Di, do thua shumë e ngarkuar, me shumë përgjegjësi, patjetër, sepse keni përgjegjësi që gjithçka të shkojë ashtu siç është planifikuar, por nga ana tjetër keni edhe atë përgjegjësinë që çdo fëmijë të ndihet I përfshirë, I kënaqur. Shumë e vërtet. Ishte një ditë e ngarkuar, por ashtu siç e the edhe ti, shumë emocionuese, edhe ne e kishim pritur me kënaqësi, kishim ditë që përgatiteshim, ishte kënaqësi për ne që të shikonim fytyrat e lumtura të fëmijëve edhe të shikonim të gjithë prindrit e fëmijët të dilnin të kënaqur. Dhe për gjithë ata që ndoshta nuk kanë pasur mundësi për të qenë pjesë e aktiviteteve ditën e dieshme, por që kanë parë fotot që ju keni ndarë gjithandej, besoj e kam vënë re që ka qenë një sër aktivitetesh nga më të ndryshmet, shumë njerëz kanë marrë pjesë të përfshirë patjetër fëmijët, por edhe prindrit. Prandaj më trego çfarë aktivitetesh u zhvilluan dhe cili ishte ndoshta momenti që emocionoi më shumë fëmijët. Po, ashtu siç edhe e thash më herët, ne u përpoqëm që të sillim aktivitete gjithë përfshirëse, edhe u përpoqëm që të gjithë fëmijët të gjenin veten dhe të ishin të lumtur. Gjithë skuadra e qytetës kishte përgatitur aktivitete krijuese, lojra argëtuese, por edhe stacione dhe aktivitete të cilat sollën pak nga gjithë seria e aktiviteteve, kurseve, programeve që ne gjatë gjithë vitit ofrojmë në qytet. Fëmijët patën mundësi të pikturonin, të ngjyrosnin, të bënin art and craft, të ndiqnin performancat të fëmijëve të kurseve që zhvillohen në qytet, siç ishin ato të kursit të kërcimit, sfilata e fëmijëve të art and craftit, të cilët kishin krijuar veshje me materiale të riciklueshme, performancat të muzikës të fëmijëve të kursit të këngës, pianos edhe kitarës. Të gjitha këto performanca që na emocionuan pafund, po fëmijët patën mundësi të përfshiheshin edhe në stacione ku pikturuan fytyrat, bën fotografi, takuan personazhet e tyre të preferuara të animuar. Edhe ky ishte edhe një moment shumë emocionues gjithashtu. Patën mundësi që të këndonin, të merrnin pjesë në karaoke dhe të kërcenin dhe të këndonin këngët e tyre hit më të preferuarat të momentit. Edhe
ky ishte një moment shumë shumë emocionues dhe gjithashtu pam lumturi në sytë e fëmijëve edhe shumë atmosferë dhe shumë ritëm nga ata. Patjetër, me shumë energji sikurse janë fëmijët për të përfshirë në aktivitete. Pra ju keni bërë një ndërthurje të atyre që ofroni gjatë gjithë vitit, programeve, kurseve të ndryshme, me aktivitete argëtuese, por edhe aktivitete që fëmijët pëlqejnë të marrin pjesë, sikurse ti e prezantove. Nuk e di nëse keni një numër të saktë të fëmijëve që morën pjesë ditën e djeshme, çfarë përfaqësimi kishte ndoshta edhe nga komuniteti apo edhe institucione të tjera lokale me të cilat ju bashkëpunonin. Mund të them që ishin qindra fëmijë nga gjithë qyteti dhe rrethi i Korçës, të cilët morën pjesë në aktivitetet që i përmenda më sipër. Stafi patjetër që ishte i disponueshëm, stafi i Bashkisë Korçë, stafi i World Vision edhe i Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Gjithashtu kishim edhe pjesëmarrje nga Let's Dance, që është grupi i kërcimit, të cilët performuan me performancat edhe kërcimet e tyre shumë ritmike dhe profesionale. Kishim dhe një grup studentësh nga bashkëpunimi që ne kemi me Universitetin Fanoli në Korçë, të cilët kanë zgjedhur që praktikën e tyre ta zhvillojnë tek qyteza e fëmijëve. Ata na kanë suportuar në stacione të ndryshme duke pritur fëmijët edhe duke i angazhuar ata. Ishte një skuadër e tërë që bëri të mundur që të gjithë fëmijët të merrnin shërbimin edhe të ndiheshin të kënaqur në ditën e tyre dje. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe më tepër tek ditja e djeshme, por për të folur pse jo edhe për planet që ju keni për sezonin e verës dhe gjithçka që do të ofroni për fëmijët. Por në këtë momente shkëputemi shkurtimisht për të ndjekur një hapësirë muzikore. Tani e ndjej si mund
Rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Elenin, e cila është asistente e programi pranë qytetës fëmijëve. Ajo është duke ndarë më shumë detaje nga aktiviteti i ditës së dieshme kushtuar ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Eleni përmendë pak më parë, keni qenë një staf i madh, i përfshirë, vullnetar gjithashtu, të cilët ju kanë mbështetur në realizimin e gjithë aktiviteteve ditën e dieshme, por nuk e di a ka pasur ndonjë sfidë që ti dëshiron ta ndash edhe me ne. E di që për te gjithë momenteve të bukura ka edhe vështirësi, dhe sidomos ju si stafi ndjeni gjithmonë edhe më tepër ato. Patjetër, numri i madh i fëmijëve pjesëmarrës gjithmonë ka përgjegjësi të shtuar edhe shoqërohet me sfida në menaxhimin e tyre, por tani është viti i disat që ne organizojmë festën e 1 qershorit në qytet dhe organizime të tilla masive, kështu që kemi gjithë eksperiencën që na duhet dhe mendoj që i kemi të kaluar të gjitha sfidat me sukses. Thash, përgjegjësi të mëdha patjetër, por këtë vit ishte më e thjeshtë për tu menaxhuar, edhe për shkak të hapësirës, edhe për shkak të numrit më të madh të stacioneve që kishim organizuar, duke bërë që fëmijët të ndaheshin në më shumë stacione dhe të ishte më e thjeshtë për t'i menaxhuar ata. Edhe keni pasur mundësi për të shfrytzuar gjitha hapësirat që ju keni, qoftë në ambientet e jashtme, por edhe brenda qytetës. Kështu që ishte më e thjeshtë për t'i menaxhuar. Vjen mirë. E ti e the, eksperienca bën veten, edhe në këtë rast ju tashmë keni një eksperiencë të gjatë pune me fëmijët, edhe sidomos kur keni aktivitete për masave të tilla. Si ndihmon qyteza e fëmijëve përtej një ditë e feste, përtej kësaj feste në këtë rast, për zhvillimin social dhe krijues të fëmijëve gjatë gjithë vitit? Qyteza është një mundësi shumë e mirë që ofron kurse, aktivitete edhe programe të ndryshme që ndihmojnë në zhvillimin social, emocional, psikologjik dhe intelektual të fëmijëve gjatë gjithë vitit, me gjithë aktivitetet e dizenjuara për ata, të përshtatura për grup moshën e tyre, me gjithë kurset edhe programet që ofrohen për fëmijët, siç e kam përmendur edhe më herët, në qytet ofrohen kurse dhe aktivitete që lidhen me zhvillimin fizik, social, emocional edhe kulturor të fëmijëve patjetër. Janë kurset e muzikës, të pikturës, art and crafti, por edhe aktivitetet që lidhen me zhvillimin social psikologjik, si labirinti, ekspres, aktivitetet të tjera që lidhen me zhvillimin psikologjik të fëmijëve. Kinemagjia dhe gjithë pjesa tjetër e eventeve që ne krijojmë për fëmijët të përshtatura me grup moshën e tyre, që i ndihmojnë që të kalojnë këto sfidat që ata mund të kenë, të kalojnë kohë cilësore, të socializohen me njëri tjetrin, por gjithashtu edhe aktivitete edhe kurse që lidhen me shkencën, eksperimentet shkencore, kursi i matematikës. Gjitha këto i ndihmojnë edhe në mbarvajtjen e mësimeve të tyre. Edhe në zhvillimin e tyre intelektual, le të themi, në kohën e lirë. I ndihmojnë që të kalojnë kohë cilësore. Janë të shumta aktivitetet që zhvillohen për fëmijët e grup moshës 3 deri në 14 vjeç, çdo ditë në qytet, kështu që një sër aktivitetesh ju zhvilloni edhe në bashkëpunim me familjarët e tyre, me prindrit, herpasere me gjyshërit, edhe kjo i ndihmon, pse jo, për të zbuluar ndoshta edhe më tepër nga njëri tjetri, sepse në familje ne ndonjëherë marrim të mirëqenia disa gjëra për dëshira apo emocione që fëmijët mund të përjetojnë, kurse aty kanë mundësinë edhe për t'i shprehur, edhe për t'i ndarë me njëri tjetrin përmes aktiviteteve të ndryshme. Ne jemi përpjekur që të shtojmë sa më shumë aktivitete ku fëmijët vinë së bashku me prindrit ose me gjyshrit. Kjo edhe në ditët të caktuara ndërkombëtare, por edhe në aktivitete spontane që ne i krijojmë për të sjellë bashkë familjet. Ka qenë e vështirë në fillim që
të gjithë familjarët të bëheshin bashkë me fëmijët dhe të merrnin pjesë në aktivitete. Dhe njëri janë më të ndrojtur prindrit se sa vetë fëmijët. Ka qenë e vështirë që të çliroheshin, por tashmë është bërë traditë dhe ata i presin këto aktivitete edhe vinë më shumë dëshirë që të kalojnë kohë cilësore së bashku. Pra përfitimet patjetër janë nga më të shumtat edhe ata mund ta gjejnë veten në secilën prej fushave që duan dhe kanë dëshirë për t'u zhvilluar më tepër. Për te një qershorit, për te kësaj dite kaq të bukur me shumë aktivitete, çfarë plane keni për sezonin e verës në qytetin e fëmijëve? Sepse jemi shumë pranë, shkolla mbaron, fëmijët kanë më tepër kohë të lirë për të frekuentuar qytetin. Sezoni verës gjithashtu do jetë plot me aktivitete. Fillojnë kampet verore, kampi veror ngjyrat e qytetës që fillon nga data 16 qershor deri në 11 korrik, do të zgjat për plot 4 javë. Edhe do të jetë një mundësi shumë e mirë për të gjithë fëmijët e grup moshës 7 deri në 14 vjet që të kalojnë kohën, pushimet e verës, të socializohen me njëri tjetrin edhe të kenë mundësi të argëtohen. Por për më të vegjëlit, çfarë do të ketë? Për më të vegjëlit është këndi lojrave në qytet, i cili është i hapur çdo ditë nga ora 9 deri në orën 8 në darkë dhe ofron kushte shumë të mira edhe mundësi që fëmijët të krijojnë, të zhvillojnë aftësitë e tyre kreative, po edhe të mësojnë aftësi për jetën përmes lojrave, aktiviteteve interaktive edhe argëtuese atje. Dhe për sa i përket kampit që sapo prezantove, besoj që prindrit mund të bëjnë një regjistrim paraprak për fëmijët për gjatë kësaj periudhe. Nga sot fillojnë regjistrimet për kampin veror, ku prindrit do të kenë mundësi që të regjistrojnë fëmijën nga 1 deri në 4 javë, sipas mundësive dhe dëshirës të tyre. Kampi do të jetë çdo ditë nga e hëna në të premte, kështu që fëmijët do të kenë një vend të sigurt ku të kalojnë kohën e lirë në pushimet e verës, po edhe prindrit një mundësi shumë të mirë për t'i siguruar fëmijët që sepse në fundit puna vazhdon, prindrit janë të angazhuar, edhe nga ana tjetër fëmijët kanë nevojë për argëtohen dhe të përfshihen në aktivitete edhe gjatë verës, që të mos e kalojnë atë në pasivitet. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak për të ndalur edhe tek diçka tjetër, por në këtë moment e shkëputemi për të ndjekur këngën Kjo bot kërkon për një hero kënduar nga Gloria Nure. Kërkon për një hero sot, por më të madhin njohim ne, i plot fuqish mi mbret mi mbretën, sondimtari kombeve, i cili mori trajt shërptori, dhe vdi që ne të gjejmë shpëti. Shpalim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpalim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni. Shpalim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpalim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni.
Rikthehemi për të vazhduar bisedën në studio me Elenin në ditën e sotme. Pak më parë Eleni prezantove diçka rreth kampit veror, i cili pritet të nisë menjëherë mbas përfundimit të shkollës. Pra jeni gati për të mirëpritur një grup të konsiderueshëm të fëmijëve që do të jenë pjesë e këtij kampi. Më trego pak më shumë rreth gjithçkaje që do ndodh për gjatë këtyre 4 javëve. Pse jo, për dhënë edhe një informacion më të detajuar për gjithë prindrit që janë duke na ndjekur dhe ndoshta e dëgjojmë për herë të parë për të cilë fëmijët e tyre. Siç e thash më herët, kampi do të ketë një kozjatje prej 4 javësh. Nga e hëna në të premte fëmijët do të kenë mundësi që të vinë ta frekuentojnë edhe të përfshihen në aktivitetet që ne kemi krijuar. Jemi munduar që të krijojmë aktivitete gjithë përfshirëse, por që të kenë edhe të nxitin fëmijët edhe të nxitin zhvillimin e tyre social, emocional, por edhe fizik dhe intelektual. Do të ketë stacione të ndryshme ku fëmijët do të marrin pjesë, të cilat lidhen me programet që ne gjatë vitit ofrojmë në qytet. Do të jetë programi eksperimenteve shkencore, programi Labirintit Ekspres që vjen i kombinuar me Labirintin flet anglisht, ku do të zhvillohen lojra dhe aktivitete që nxitin zhvillimin social të fëmijëve, por edhe aktivitete që lidhen me gjuhën angleze, që vijnë në formën e lojrave edhe sfidave, jo anglishtja që zhvillohet përmes librave në shkollë. Gjithmonë edhe më argëtuese. Gjithmonë argëtuese. Do të ketë aktivitete që lidhen me zhvillimin fizik të fëmijëve. Koha për stretching është një nga programet më të frekuentuara në qytet gjatë vitit, kështu që kemi zgjedhur që ta sjellim edhe si pjesë të kampit veror për t'i ndihmuar fëmijët që të zhvillohen fizikisht edhe të zhvillojnë balancën e tyre, të zhvillojnë motorikën. Do të ketë karaoke, kërcim, lojra sportive gjithashtu, do të ketë pikturë, art and craft, të gjitha të kombinuara për të qenë një paketë sa më argëtuese për fëmijët, por që t'ju krijojë edhe atyre mundësinë të zhvillohen nga ana intelektuale dhe të edukohen. Edhe patjetër i njëjti fëmijë mund të marrë pjesë për gjatë javëve të ndryshme, jo vetëm një herë, jo vetëm një javë, por gjatë edhe nga eksperienca që kemi nga vitet e kaluara, pjesa më e madhe e fëmijëve duan që të jenë gjatë gjithë periudhës, gjatë 4 javëve të kampit. Por menjëherë mbas përfundimit të këtij kampi 4 javor, qyteza vazhdon me aktivitete apo merrni edhe ju një pauzë? Jo, aktivitetet vazhdojnë gjatë gjithë verës. Do të vazhdojmë pastaj me programin që vjen Aventurat e verës, i dizenjuar me aktivitete verore, të thjeshta, që i ndihmojnë fëmijët të kalojnë kohën e lirë, edhe të socializohen me njëri tjetrin, por edhe të argëtohen. Do të jetë programi Aventurat e verës nga mesi i muajit korrik edhe gjatë gjithë muajit gusht. Pra ju pret një punë e madhe. Vera është plot me aktivitete. Me shumë aktivitete, por jam e sigurt që edhe ju vetë argëtoheni përmes tyre dhe përfshiheni ndonjëherë edhe në ato lidhjet emocionale që mund të krijoni me fëmijë të ndryshëm. Po, është shumë e vërtetë. Dhe duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, çfarë mesazhi do të jepni për prindrit, për gjithë ata që janë duke na ndjekur, qoftë edhe nga komuniteti në lidhje me përfshirjen e fëmijëve në aktivitetet që ju do të zhvilloni gjatë verës? Mesazhi im për prindrit dhe komunitetin është që të inkurajojnë sa më shumë përfshirjen e fëmijëve në aktivitete gjatë periudhës së verës. Është periudha perfekte për të nxitur fëmijët të zhvillojnë kreativitetin, të socializohen me njëri tjetrin, të nxitin zhvillimin social, emocional të tyre. Është periudha perfekte për t'i nxitur fëmijët që të përfshihen në lojra, në aktivitete të organizuara, në mënyrë që të mos e kalojnë verën në edhe të mos përfundojnë pastaj gjithë ditën duke ndonjëherë përpara ekraneve dhe telefonave. Jam e sigurt që shumë prindër përpiqen për ta shmangur këtë. Por mbi gjitha besoj që aktivitetet të tilla i ndihmojnë fëmijët për të mësuar edhe atë sakrificën e grupit, punën në grup, mbështetjen kundrejt njëri tjetrit. Edhe kjo i ndihmon edhe i rrit gjithmonë edhe më tepër në lidhje me atë që ata do të bëjnë në të ardhmen e tyre. Po, shumë e vërtetë, i ndihmon që të jenë më të bashkuar, të krijojnë empati edhe të kenë bashkëpunimin me njëri tjetrin. Eleni, unë të falenderoj për gjithçka që ndave në ditën e sotme, ju përgëzoj për punën e madhe që jeni duke bërë në
komunitet në qytetin ton, duke punuar patjetër me fëmijë të cilët vinë në aktivitete të veçanta, sikurse ishte dita e dieshme, por që frekuentojnë qytetin edhe në vazhdimsi, dhe ju uroj shumë suksese për gjatë punës suaj në sezonin e verës. Shumë faleminderit, Kela. Shumë faleminderit që na jep mundësinë gjithmonë që të vinë të prezantojmë aktivitetet, nismat edhe iniciativat që ne ndërmarrim në Shumë kënaqësi edhe për mua. Jeni gjithmonë të mirëpritur për të ndarë më shumë nga gjithçka që ju ofroni për fëmijët e qytetit. Mund të ndajmë shumë pak me fjalë, por e di që ju keni shumë për të treguar në lidhje me gjithçka që bëni në vazhdimsi në përditshmëri me fëmijët e qytetit, por jo vetëm. Të falenderoj dhe të uroj një ditë të mbar në vazhdim. Faleminderit edhe për të. Në këto momente shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Më shumë dëshuri dhe rikthehemi së bashku vetëm pas pak. Vazhdoni që ndroni në valët e Radio Manuel. Jeni duke ndjekur programin Music Plus. Më shumë dashuri